Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Sot në analizë do të fokusohemi në forumin e 55 ekonomik botror që u mbajt në Davos të Zvicrës nga 19 deri më 23 janar, me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme të rreth 60 kryetar shtetesh, kryeministra, ministra financash, guvernator të bankave, por gjithsesi edhe shumë sipërmarrje. Ishte ky një edicion jubilar, do ta quaja edhe për vetë trajtimin e temave të ndryshme dhe ndryshe nga edicionet e tjera të forumit të Davosit. Do të flasim sot për këtë forum, për ndikimin e pritshëm të tij në ekonominë botrore dhe për ato pikat kyçe që u trajtuan në këtë forum, do ta quaja të jashtëzakonshëm. I ftuari im është analisti Bardhi Sejdarasi. Bardhi, përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Mirë se erdhe në analizë. Është forumi i Davosit i cili është tashmë në qendër dhe vazhdon të jetë në qendër të mediave ndërkombëtare, por më së shumti në qendër të analizave ekonomike, gjeopolitike, sepse në të vërtetë ky ishte edhe një forum i veçantë. Forum i veçantë do ta quaja sepse sigurisht që Davosi gjithmonë është konsideruar si një nga eventet më të rëndësishme ekonomike dhe politike botrore, duket sikur në Davos, në të gjitha tryezat, në të gjitha takimet shumë palshe apo dy palshe, vendosen fatet e botës. Dhe kemi të bëjmë me një situatë aktuale e cila është disi e ngarkuar nga pikpamja politike, pasojat sigurisht që janë më pas të tregjeve ekonomike, zinxhirëve të furnizimit, me temën dhe me moton në frymën e dialogut, por që në fakt dialog nuk pati dhe aq shumë në të gjitha ato që pam. A paralelmoj sipas jush një lëkundje të rendit botror forumi Davosit dhe pareve në krijimin ndoshta të aleancave të reja gjeopolitike? Faleminderit për pyetjen, sepse është mjaft rëndësishme të themi që janë bërë tashmë më shumë se 5 dekada, ku në fillim vit veçanërisht në Davos, në këtë qytet të vogël alpin të Zvicrës, idhen dhe publikohen apo debatohen alternativat të ndryshme që kanë të bëjnë me zhvillimin e ekonomisë botërore. Dojmos ky vit ishte i veçantë për shkakun e thjeshtë sepse bota është e përfshirë tashmë në disa nga ngjarjet më të rëndësishme, të cilat kanë ndikim të drejtë për drejtë në ekonomi. Kjo është arsye që ishin mbi 3000 pjesëmarrës në Davos për këtë vit, dhe madje kryetar shtetesh apo institucione mjaft të rëndësishme, përfshirë dhe shoqërinë civile, përfshirë dhe mediat, përfshirë dhe pjesën që lidhej veçanërisht me bizneset, ishin pjesë e këtij debati. Forumi ishte i nevojshëm me thënë të drejtën në këtë fillim viti, sepse jepte mundësi udhëheqësve të shteteve që ishin pjesëmarrës aty që të alternonin politikat e tyre duke filluar që nga janari, pra për tërë vitin 2026 dhe në vijim. Është një forum që përplas ide të ndryshme, është një forum i paanshëm, ai është një forum i hapur, kemi mundësi që ta ndjekim, sigurisht, ne kemi mundësi që ta ndjekim edhe drejt për drejt. Unë kam patur rastin që kam ndjekur drejt për drejt një pjesë të mirë të trajtesave që janë bërë, përfshirë dhe panelet mjaft të rëndësishme, gjë që tregon që ka ardhur koha që të debatohen dy çështjet kryesore se kundër kishte edhe ky forum. Çështja më e madhe tani lidhet midis debatit që bëjnë ekspertët, po sidomos edhe politikanët, që lidhet me multilateralizmin dhe unilateralizmin. Pra, qoftë edhe viti kaluar, edhe ky vit që po vazhdojmë nëpërmjet pjesës që lidhet me vendosjen e tarifave, këtij proteksionizmi të ri që kishte që nga viti 1945. Diskutua çdo gjë lidhet me situatën aktuale. Administratës Trump, deri tani ishte e nevojshme. Ishte patjetër e nevojshme sepse keni parasysh që nga viti 1945 nuk ka patur një situatë si situata e tanishme me protektorizëm, me një unilateralizëm të theksuar që vjen nga arsye nga më të ndryshmet, që vjen në përgjithësi siç e përmendet ju edhe nga mandati i dytë i presidentit amerikan, por që e ka sjell botën në një situatë shumë të ndryshme nga çka ishte më përpara. Ju e patë që aty u shfaqen disa alternativa të ndryshme. Një nga alternativë ishte pikërisht ajo që shfaqi presidenti amerikan, i cili thotë që kur është mirë Amerika, është mirë gjithë bota. E rëndësishme është që në këtë forum të rëndësishëm botëror janë ndjetur ide të cilat kanë të bëjnë me perspektivën që do të ketë zhvillim ekonomik botror në të ardhmen. Do e mos që forumi pati edhe një ngarkesë tjetër që lidhej me kërkesën e presidentit amerikan për të firmosur një bordpaqe që ishte pjesë e
politikës që ndjek Shtetet Bashkuara të Amerikës, po unë do fokusohem jo më shumë tek kjo se te pjesa që lidhet me argumentat që u përdorën nga një sër kryetar shtetesh, përfshirë dhe bizneset, pastaj përfaqësuesit të tyre, të cilat lidheshin pikërisht me këtë strukturë të re të ekonomisë botërore, cila është ardhmja e saj, ku do të shkojë ekonomia, të cilat janë shtetet që do të ruajnë të dyja pozicione që thash, qoftë multilaterizmin, qoftë edhe unilaterizmin apo proteksionizmin. Ky është thelbi, më duket, i Davosit të këtij viti. Mbi këtë bazë. Aty spikatën më së shumti, ashtu si dhe në të gjithë botën janë komentuar, më së shumti ishte sigurisht që vëmendjen e mori presidenti Trump me iniciativën e tij të bordit të paqes, e cila në fakt ishte parathën, nuk ishte diçka e re. U nis si një bord për Gazën, për rindërtimin e saj dhe më pas mori dhe një amplitudë më të madhe. Gjithashtu një tjetër deklaratë ishte ajo e presidentit francez Emmanuel Macron që paralajmëroi largimin nga multilateralizmi, të kryeministrit kanadez Mark Carney, i cili edhe ai po vijon që të komentohet në media të ndryshme, sepse ai foli për ndryshime të pakthyeshme të rendit botror dhe foli për ekonomitë mesme. Ajo që na intereson ne është presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila theksoi se tronditjet gjeopolitike po ta perifrazojmë në një farë mënyre, mund të shikohen edhe si mundësi për Europën. Pra, Europa është në atë situatë që duhet i shfrytëzojë këto situata të paparashikueshme deri në këto momente. Dhe pra kemi të bëjmë me këto. Të paktën këto ishin disa nga deklaratat më të fuqishme që u bën në ato momente. Por ndërkohë më bëri përshtypje dhe presidenti i forumit të Davosit në deklaratën e tij, Borge Brand, i cili e artikuloi si ankth ekonomik atë që po mbizotëronte në forum dhe u shpreh se jemi më të shqetësuar për shkallëzimet e mëdha të luftrave, kjo mund të shkatërrojë rritjen globale, bëhet fjalë për rritjen ekonomike. Ndërkohë, siç e thash, e shikon zonja von der Leyen jo vetëm si sfidë çka ndodhi në Davos apo të gjithë politikën amerikane, vizionet për marrëdhëniet me Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera të presidentit Trump, por thotë që të shikojmë mundësi këtu. Kemi Kinën, e cila përfaqësohej në Davos nga zëvendës kryeministri Li Feng, që bëri thirrje për dialog dhe zgjidhje të përbashkët problemeve mes tensioneve gjeopolitike në rritje dhe dha një mesazh si gjithmonë Kina për mbështetjen e tregtisë së lirë, multilateralizmit dhe bashkëpunimit. Si do t'i komentoni këto qëndrime? Të gjitha këto që thatë ju kanë të bëjnë pikërisht me atë panoram në të cilën ndodhet sot ekonomia globale apo në të cilën ndodhet sot e gjithë bota. Ju folët pikërisht për disa deklarime të rëndësishme të këtij forumi. Unë po ju them që një ditë përpara apo 2 ditë përpara se ta të fillonte forumi, ne kemi patur disa kërcënime të hapura të administratës amerikane, fjala vjen vendosjen e disa tarifave për shtetet të cilat shfaqen një komunikim të tyre për të patur një Groenland të papushtuar apo të edhe Groenlanda sigurisht ishte një nga çështjet. Por kjo ishte pjesë edhe debatit, po në këto kushte, në kushtet në të cilat ndodhet ekonomia botërore, në kushtet në të cilat të gjithë këta udhëheqës shtetesh përpiqen që të ruajnë statu quo-n e asaj që me të vërtetë ka dhënë rezultate sot. Ju po flisni për multilaterizmin, po multilaterizmi në tërë historikun e vet, duke filluar që nga lufta e dytë botërore, ka dhënë rezultate pozitive, pavarësisht jo të pritshme për një ekonomi që ndryshme, por gjithsesi janë rezultate të cilat një pjesë të mirë të shteteve i kanë çuar drejt treguesve ekonomik normal. Kina për shembull është një prej tyre që ka përfituar, edhe shumë shtete tjera, përfshirë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që deklarimet që janë bërë në Davos lidhen pikërisht me këtë situatë, siç u thash, shumë të brisht, një situatë e cila ka krijuar dhe një konflikt të hapur midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe partnerëve të tij. Ndërto të Bashkimit Evropian, me NATO. Dhe ju e shikoni që në përgjithësi, pavarësisht që kemi një gjuhë diplomatike të shprehur edhe në këtë forum, në terrenin konkret keni parasysh që është bllokuar marrëveshja tregtare e Bashkimit Evropian me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pikërisht dhe këtu bardhi unë do të citoja në fakt një koment të zonjës Gita Gopinath, që është profesoresh e ekonomisë në Harvard. Ajo thotë Aleanca e Shteteve të Bashkuara dhe Europës ishte një pjesë kritike e rendit ekonomik global
flasim gjithmonë për forumin, ajo ka qenë e pranishme në forum dhe fakti që po prishet thot është shumë i rëndësishëm. Europa po kërkon një autonomi strategjike. Kjo është, me thënë, deklarata e saj, por duke u përpjekur që të gjejë mënyra për të mbështetur ekonomitë e brendshme, sigurinë e brendshme dhe të gjitha këto që në fakt janë deklarata që dhe janë thënë më përpara nga liderët e Bashkimit Evropian. Po ndodh një fenomen që nuk ka ndodhur, siç e thash, që nga fundi luftës dytë botërore, po ndodh fenomeni që aleancat që kanë qenë janë bërë aleanca fluide. Ju shikoni që ka një zhvillim dhe një dukuri të ndjeshme tani, edhe pse është pak e eshtur, siç është dukuria e argjimit të miliarda euro për sa i përket armatosjes, pra qoftë Gjermania, qoftë shtetet e tjera, në mënyrë tepër të eshtur, po investojnë me qëllim që të sigurojnë atë që me të drejtë përmendte edhe presidenti e Komisionit Evropian, pra një lloj pavarësie edhe në fushën e mbrojtjes, po edhe në fusha të tjera. Ose vendosja e tarifave dhe kundër balancimi i këtyre tarifave me ato që kërkojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurisht që kërkon më shumë pavarësi, qoftë për vendet e Unionit Evropian, po qoftë edhe pothuajse për gjithë globin, sepse tarifat prekën pothuajse të gjithë globin. Ju shikoni që mbas një vizite që ka bërë në Kinë kryeministri i Kanadas dhe disa marrëveshje shumë të rëndësishme që lidhen veçanërisht me tregun e makinave elektrike, patëm një kërcënim po i quaj nga presidenti amerikan, i cili tha që unë vendos një tarif 100%. Dhe mendoja tani nëse e shikon në kontekstin e marrëdhënieve dypar që Kanada, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që shtetet janë ndërfutura me njëra tjetrën, janë që kanë shumë vite që kombinojnë me njëra tjetër me produktet e të dyja palëve, mendoni se ç'do të ndodhë në momentin që ka një kërcënim të tillë. I tillë ishte edhe kërcënimi për Groenlandën, ku një pjesë e mirë, 6-7 shtete e Bashkimit Evropian, u kërcënuan me vendosjen e tarifave, vetëm e vetëm që të lejonin Shtetet e Bashkuara të ishin pjesë e Groenlandës për ta blinin si shokun. Megjithatë ato janë disa çështje në proces. Janë çështje në proces të unë nuk e di se si një opinion konstant. Absolutisht, po nuk e di se si këto do të ndikojnë pastaj në marrëdhëniet globale ekonomike, sepse të gjitha këto kërcënime, përfshirë dhe NATO-n që është më rëndësishme, për shkak të financimit që bëjnë Shtetet e Bashkuara, kanë rreth 62% të fondit përgjithshëm të NATO-s e kanë pikërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto do të krijojnë këtë që u thash, këtë debatin e madh dhe të pashtershëm që vjen nga Davosi dhe që do të vazhdojë, jemi bindur edhe në kancelarit e ndryshme në të gjitha shtetet. Ndërkohë Bardi, përsëri po i kthehem zonjës von der Leyen, e cila thotë se nëse ky ndryshim do të jetë i përhershëm, pra flasim për të gjithë shka që u diskutua në Davos, atëre Europa duhet të ndryshojë përgjithmonë, është koha për ta shfrytzuar këtë mundësi dhe për të ndërtuar një Europë të re dhe të pavarur. Dhe ajo që më bëri përshtypje me njëherë, duke e parë Davosin ditë pas dite dhe duke parë të gjitha diskutimet, ishte sepse ajo njoftoi edhe në fjalimin e saj se BE-ja dhe India janë në prag të një marrëveshje historike të tregtisë së lirë. Dhe këtu bëhet fjalë për atë që analistët e quajnë nëna e të gjitha marrëveshjeve, sepse bëhet fjalë për një treg prej 2 miliard njerëzish. Ju thash që kjo është rrjedhoj apo rezultante e atij qëndrimi që ka mbajtur Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj shteteve të tjera si India. Keni parasysh tarifat dhe debatet e mëdha që ka mes. Këto ishin të pritshme sipas jush? Ishin të pritshme sepse është e pamundur që njëri shtet, cili do qoftë apo njëri qeveri, të ketë mundësi që të ndodhet gjithmonë në një diktat. Dhe është diktati që lidhet pikërisht me atë që u thash, me unilaterizmin dhe proteksionizmin. Unilaterizmi dhe proteksionizmi apo vendosja e tarifave tregtare deri më sot nuk kanë nxjerrë asnjë shtet fituar. Madje unë gjykoj që edhe Shtetet e Bashkuara s'kan për të qenë të fituara në momentin që vendosin të izolohen, të mbyllen. Dhe ju thash, rastet janë të dukshme në botë, rastet që lidhen pikërisht me shtete si Kina, po të shikoni zhvillimin e saj në vite dhe po të mendoni që ka edhe një perspektivë që në vitin 2030 Kina të jetë vendi i parë në botë sa i përket ekonomisë së saj, po. Bëjnë që pikërisht këto shtete, siç përmendëm, përfshirë dhe Bashkimin Evropian, përfshirë dhe shtetet e Bashkimit Evropian, të gjejnë një rrugë apo një mundësi alternative me qëllim që të mos përballen më me këtë proteksionizëm, me këtë unilaterizëm, me këto tarifa tregtare, të cilat siç u thash në të shumtën e rasteve i dëmtojnë vendet ekonomikisht. Rritin koston e të bërit biznes në një vend, të rritin koston ekonomisë të një vendi dhe nuk e orientojnë atë drejt asaj që realisht ka fituar edhe ka rezultuar pozitive siç është multilaterizmi. Pra multilaterizmi, globalizmi në tërësi i ka ofruar mundësinë shteteve që të kenë mundësi
jo vetëm të zhvillohen, por të konkurrojnë me njëri tjetrin. Dhe konkurenca, siç e thash, ka çuar më përpara çdo njeri për këtyre vendeve, siç u përmendëm më përpara, përfshirë dhe Kinën. Dhe në fakt, me që e përmendët Kinën, përsëri do t'i rikthehesha fjalës së zëvendës kryeministrit kinez Khalifa në Davos. Ai në fakt ka përdorur dhe ka përmbledh situatën në një analogji mjaft të qartë. Ai ka thënë se mes tërbimit të rrëkeve të një krize globale, vendet nuk po udhtojnë veçmas në rreth 190 anije të vogla, por janë të gjithë në një anije gjigante nga e cila varet fati i tyre i përbashkët. Në fakt, zëvendës kryeministri i qeverisë kineze këtu i është referuar një deklarimi shumë të hershëm të vitit 2021, më fal, të presidentit Xi Jinping. Ka përmendur disa raste, edhe unë e pash me shumë vëmendje dhe ndoqja me shumë vëmendje fjalimin e zëvendës kryeministrit. Ai është referuar fjalimit të vitit 2017, në të cilin pikërisht presidenti kinez ka thënë që nuk është koha që të bëjmë përpjekje që ujërat e oqeanit të rikthejmë prapë në liqene dhe në prejnë të rëmbyshëm. Duke tentuar që të mbrojë në këtë rast si kundër është thënë në të gjitha komentet e tjera, pikërisht globalizmin, një dukuri që ka ndihmuar shtetet. E njëjta gjë ka ndodhur me presidentin kinez në vitin 2021-2022. Madje është një shprehje shumë e bukur në vitin 2021 kur thotë që nuk mundet që siç përmendet ju, 190 vende në varkat veçanta të përballojnë studien, po duhet të jenë në varkën e madhe të cila është globalizmi. Ajo që më bëri përshtypje në fjalimin e zëvendës kryeministrit të Kinës ishte mënyra se si Kina në mënyrë të qetë, racionale dhe mjaft të dukshme arriti që të bëhet protagonist në takimin e Davosit. Madje mediat kineze, po dhe mediat tjera ndërkombëtare shkruajnë që ky fjalim pati mjaft dorëtrokitje dhe u përfshi nga një numër shumë i madh njerëzish që ndodheshin aty. Po çfarë u kërkua? U kërkua pikërisht kjo, pra që ne kemi nevojë për multilateralizëm, ne kemi nevojë që tarifat e ndryshme tregtare që vendosen tani të mos jenë të tilla që denigrojnë vende dhe shtete të ndryshme, por të ketë një bashkëpunim të hapur ndërkombëtar. Pra, është luftuar për një komunitet të plot ekonomik botëror që të përfitojnë të gjithë palët. Po, dhe në fakt ajo që ishte më e kuptueshme, më e thjeshtë për të kuptuar në fjalën e zëvendës kryeministrit kinez, ishte fakti që Kina është quajtur si fabrika e botës prej shumë kohësh tashmë, me rritjen e saj ekonomike dyshifrore. Tani është vërtet tregu i botës, me thënë drejtën. Tani synimi është që të jetë tregu i botës duke zgjeruar importet dhe duke u hapur ndaj produkteve dhe shërbimeve globale. Dhe një tjetër pikë e rëndësishme, por që sigurisht ajo mbetet për t'u parë, pavarësisht se na ka rrëmbyer të gjithëve, është inteligjenca artificiale. Në forumin e Davosit një çështje shumë e rëndësishme ka qenë një panel specifik, me thënë të drejtën. Po, ishte inteligjenca artificiale, rreziqet e saj dhe Elon Musk bëri paraqitjen e tij të parë në këtë forum ekonomik botëror. Ne jemi referuar shpesh kësaj figure. Ai parashikoi që përfundimisht robotët do t'i të i kaloj njerëzit në numër dhe inteligjenca artificiale do të i kaloj inteligjencën kolektive njerëzore brenda 5 vjetësh, pra nuk është shumë larg, dhe njoftoi se Tesla do të fillojë shitjen e robotëve humanoid për publikun deri në vitin 2027. Po që shitja e robotëve humanoid ka filluar tashmë në Kinë, Kina e ka hedhur hapin e parë dhe ka filluar të shes, por do ndaleshim pak të inteligjencë artificiale për shkak sepse nëse ne kemi thënë që në përgjithësi teknologjinë dhe inovacionet teknologjike i udhëheqin njerëzit, në rastin e inteligjencës artificiale nuk janë njerëzit faktori themelor në inteligjencë, është pikërisht inteligjenca. Kjo është arsyeja që kemi një propozim shumë interesant që vjen nga Davosi, që agjentët e inteligjencës do të tatohen, njëllësisht tatohen njerëzit, me qëllim që të kemi një kontroll të plot të asaj që çfarë mund të arrijë. Po sigurisht se në mes është njeriu mbi makinat. Unë e gjykoj që pikërisht ky element që u soll nga Musk, po edhe nga një numër shumë i madh të individësh që ishin CEO të kompanive të fuqishme, Microsoft e tjera. Me disa dukuri. Dukuri e parë, siç u thash, ishte pjesa që ne duhet të ruhemi nga kjo teknologji, nga inteligjenca artificiale. E dyta kishte të bënte shumë me vendet e punës. Dhe e treta kishte të bënte me një element që është i ndjeshëm sot dhe që ka të bëjë me një dukuri që lidhet edhe me konfliktet botërore. Dukuria ka të bëjë me kostot e larta që kërkon inteligjenca për sa i përket energjisë, ujit, sidomos mineralet të pasura. Nëse vini re sepse ndodh ky konflikt i madh midis shteteve kryesore të botës, janë këto tre elementë, sepse inteligjenca artificiale kërkon energji të pashteshme dhe për këtë duhen investime për të krijuar energjinë, kërkon burime ujore dhe për këtë prapë duhen investime, por kërkon dhe minerale të rralla dhe për këtë bëhet më së shumti lufta tregtare midis Shteteve Bashkuara dhe shtete të ndryshme. Unë
i referohem gjithmonë edhe kësaj pjesës që lidhet me inteligjencën që ka të bëjë me burimet njerëzore. Në fakt, ka ekspertë që thonë që për çdo person të humbur nga inteligjenca mund të shtojnë njëri dhe dy persona të tjerë dhe madje një pjesë e grupeve thonë që ne nuk do t'i lëmë njerëzit të merren me inteligjencë, po të drejtojnë inteligjencën, po. Pjesa tjetër lidhet edhe me deklarim shumë të mirë të rëndësishëm që e pash në Davos, që lidhet me shefin e Fondit Monetar, e cila thotë, po, ka ndikim, thotë Gjeorgjeva, ka ndikim përsa i përket vendeve të punës. Brenda 2 viteve, që kisha kanë 50. Brenda 2 viteve, zonja Kristalina Gjeorgjeva ka thënë se 40% e vendeve të punës në nivel global do të ndikohen nga inteligjenca artificiale në 2 vitet e ardhshme. Ky është një rrezik i cili duhet marrë në konsiderat në momentin që ne flasim pikërisht për zhvillimin e kësaj inteligjence dhe një pjesë e mirë e kompanive, një pjesë e mirë e individualiteteve që merren me inteligjencën janë duke gjykuar pikërisht për këtë element. Çdo të bëhet me njerëzit që dalin të tepërt nga inteligjenca, sikundër do të me FMN apo me shtetet të tjera të botës. Unë gjykoj që duhet të mbetet ajo fryma në këtë inovacion, në këtë teknologji të re, duhet të mbetet nevoja që njeriu të jetë i pari, pastaj të jetë teknologjia. Edhe pse siç e thash, kjo lloj teknologjie e anashkalon njeriu, ajo i ka vetë të gjitha deri. Pavarësisht kësaj edhe mendimet e ekspertëve, për shembull edhe në Davos ishte Jensen Huang i Nvidias, i cili në fakt përshfaqi anën pozitive të inteligjencës artificiale dhe tha se ne duhet jemi optimist për potencialin e inteligjencës artificiale, sepse tek e fundit do të fuqizojë njerëzit, vetë njerëzit. Kjo është e vlefshme, por kjo ka vlerë vetëm në momentin kur njerëzit vetë nuk e lejojnë inteligjencës të i kalojë caqet. Ne sot po flasim për kalim caqes të inteligjencës. Nëse do jetë ky kontroll dhe kompanitë kryesore që merren me këtë, jo vetëm kjo, por edhe Nvidia e të tjerë që ishin pjesë në Davos, do ta kenë këtë kujdes, atëherë sigurisht që do ketë një zhvillim të kontrolluar, një teknologji që do ta ndikojë jashtëzakonisht shumë botën e sotme, pikërisht inteligjenca artificiale, por do të ketë në konsiderat pikërisht burimet njerëzore, burimet energjetike, ato ujore dhe siç u thash, gjën më të rëndësishme që lidhet me nevojën për të mos patur konflikte për mineralet e ralla, se tërë historia shkon te mineralet e ralla që kanë një pjesë tjetër. Dhe për ta përmbyllur, Bardhi mendon se forumi 55 i Davosit i tregoi botës se jemi para ndryshimeve të mëdha? Bota ishte para ndryshimeve, ky forum vetëm sa e sanksionoi që po, ne kemi disa ndryshime për cilat duhet të marrim masa dhe fakti i këtij debati të hapur, cili sigurisht që ka dhe kundërshti, ka dhe mjaft debate, po atë nuk është një gjë që ti duhet të jetë detyruar që të dëgjosh çfarë thotë tjetri, ti mund të thuash mendimin tënd dhe tezesh përpara. Tregon që bota tani ka nevojë pikërisht për një strategji tjetër të re, për një vështrim tjetër të ri që lidhet me mënyrën se si shtetet me njëri tjetrin apo kombet me njëri tjetrin do të ecin përpara për zhvilluar ekonominë. Është emergjente nevoja për zhvilluar ekonominë në këto kushte, siç përmendet ty inteligjencën, po është emergjente edhe për të ndarë përfundimisht nëse duhet që ekonomia të jetë multilaterale dhe të ketë mundësi që të zhvillohet si e tillë, apo duhet që të ketë protektorizëm, që të ketë këtë izolim sikundër kërkojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe për të cilën pastaj çdo kush do përgjihet për vete, gjë që deri më sot, siç u thash, është ajo pjesa e shprehjes së presidentit kinez i cili thotë ujë që është në oqean, sa do përpike të bësh për ta kthyer në liçena dhe në prej është e pamundur sepse trendi është drejt këtij zhvillimi, pra nuk mund të ketë kthim mbrapa për sa i përket globalizimit. Bardhi, unë falenderoj për gjitha opinionet dhe komentet që ndam së bashku në analizë. Të dashur miq, ishte kjo analizë për sot. Ne bashkë me kolegun Bardhi Sejdarasi komentuam dhe analizuam forumin e 55 ekonomik botror të Davosit që u zhvillua së fundmi dhe pritshmëritë pas kësaj platforme të rëndësishme, jo vetëm ekonomike, por dhe gjeopolitike globale. Ju falenderoj që qëndruat me ne, miru takofshim.